Xhamia Xhedidi Sabeu, e cila ndodhet në qytetin e Shkupit, është një nga xhamitë më të njohura dhe historike të qytetit. Megjithatë, nuk dihet viti i saktë se kur është ndërtuar, por supozohet se është ndërtuar para vitit 1469, duke dëshmuar kështu një trashëgimi të thellë kulturore dhe fetare. Xhamia ka pasur disa ndryshime dhe rindërtime gjatë shekujve për shkak të faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë dëmet e shkaktuara nga tërmeti i vitit 1963. Ky tërmet i fuqishëm shkaktoi dëme të mëdha në strukturën e xhamisë, duke kërkuar rikonstruksione të mëtejshme për të ruajtur në formën e saj origjinale. Më vonë në vitin 2019, besimtarët musliman vendosën të ndërmarrin një projekt të madh për rindërtimin e xhamisë me qëllim përmirësimin e kushteve për besimtarët musliman, theksoi imami i xhamisë Riyad Kalisi. Kjo xhami gjendet në lagjën e Serovës mes dy xhamive të njohura të Shkupit, mes xhamisë Haxhi Hajredinit dhe xhamisë Haxhi Muhidinit. Kjo xhami quhet Xhamia Xhedidi Sabeu, siç shihet edhe nga emri, është ndërtuar nga Isabeu, i cili ka qenë djali i Ishak Beut. Ishak Beu njihet në histori në kohën e Perandorisë Osmane si njohës dhe mbrojtës i Shkupit, i kryeqytetit të Shkupit. Emri Xhedid Isabeu, fjala Xhedid do të thotë diçka e re. Është quajtur kjo xhami Xhamia e re e Isabeut, nga se vendi ku gjendet kjo xhami dhe mahalla ku gjendet xhamia, mahalla që gjendet xhamia në kohën e Perandorisë Osmane është quajtur mahalla e re. Dhe kështu kjo xhami e ka marrë emrin si pasojë asaj që gjendet në këtë mahall. Pra xhamia e Isabeut që gjendet në mahallën e re. Kjo xhami nuk dihet saktë se kur është ndërtuar, por mendohet jetë ndërtuar para vitit 1469. Kjo xhami që e shihni pas meje nuk është xhamia e cila është ndërtuar në kohën e Perandorisë Osmane, për arsye se nga tërmeti i vitit 1963, kjo xhami ka psu ndryshime të mëdha për shkak të dëmtimeve që ka psu. Ndryshimet më të mëdha i ka psu në vitin 2019, ku besimtarët e këtij rajoni kanë vendosur që këtë xhami ta rindërtojnë. Kjo xhami pas një viti që është rindërtuar, është përsëri në funksionin e muslimanëve, ka 5 vite që në këtë xhami falet namazi, 5 kohë të namazit, falet namazi xumas, mësohen fëmijët në mekteb dhe kryhen edhe aktivitetet të tjera të ndryshme. Imami i xhamisë, Riyad Kalisi, tha se agjërimi nuk është vetëm të qëndrojmë pa ngrënë dhe pa pirë, por qëllimi i muajit të shenjtë të Ramazanit apo agjërimit është se të arrihet devotshmëria. Devotshmëria është prej vlerave më të larta në fejen islame dhe është ajo që ndihmon besimtarin të afrohet më shumë me Zotin. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhalla xhelalu. Atë falenderoj, vetëm prej tij ndihmë e falje kërkoj. Përshëndetjet e përzemërta Muhamedit alayhi salam ja dërgoj, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, ju të nderuara motra. Gjendemi në muajin e Ramazanit, në muajin ku ofertat e mëshirës së Allahut të Madhnueshëm janë gjithmonë të afërta dhe gjithmonë të mëdha për t'i arritur ato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili agjeron Ramazanin me besim dhe me duke qenë i sinqert me Allahun, Allahu do t'ia falë mëkatet e mëhershme. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salam ka thënë: ai i cili fal namaz në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu do t'ia falë mëkatet që i ka bërë më herët. Në një hadith tjetër, ka thënë pejgamberi alayhi salam: kush falet në natën e Kadrit, Allahu do t'ia falë mëkatet që i ka bërë më herët. Të nderuar vëllezër, dhe ju të nderuara motra, Allahu kur na flet për agjërimin, thot në Kur'anin famëlart: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besu, "Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum." Agjërimi është bërë juve obligim, ashtu siç është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju përmes agjërimit të arrini devotshmërinë. Allahu në këtë ajet kuranor na tregon edhe qëllimin e agjërimit. Qëllimi i agjërimit nuk është që ne të jemi pa ngrënë e pa pi, por qëllimi i agjërimit është që ne
përmes agjerimit të arrim devotshmërinë. Dikush mund të pyesë se çka është devotshmëria. Dietarët kanë vendosur definicione të ndryshme rreth devotshmërisë, por ajo që më ka pëlqyer më shumti është se devotshmëria është të gjendesh aty ku Allahu të ka urdhëruar dhe të mungosh aty ku ai të ka ndaluar. Pra Allahu prej nesh kërkon që na të gjendemi në gjërat e dashura që Allahu na ka urdhëruar dhe të largohemi nga vendet që Allahu i urren. Nëse na e bëjmë këtë, e arrim devotshmërinë. Devotshmëria, të nderuar vëllezër dhe ju të nderuara motra, është stili i besimtarit. Ajo është ashtu siç kanë thënë dietarët, medarul imani. Kanë thënë dietarët se devotshmëria është baza, është themeli i Islamit. Nëse shohim një njeri i cili ka besim, është musliman, mirë po në brendsinë e saj nuk ka devotshmëri, dijeni se ai nuk ka Islam. Nga se baza e imanit, baza e Islamit është devotshmëria. Unë lut Allahun që Allahu neve të na bën për njerëzve që janë të devotshëm. Lut Allahun që neve të na jep devotshmëri, të jemi aty ku Allahu na kërkon dhe të largohemi nga aty që Allahu na urren. Siç e përmendë edhe më herët, devotshmëria është baza e imanit dhe Islamit. Allahu në Kur'anin famullar, ku na flet për rëndësinë e devotshmërisë, na thot në një ajet kuranor: la yanala Allahu luhumuha wala yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Te Allahu nuk arrin as gjaku as mishi i kurbanit. Pra therrja e kurbanit në fenë islam është një ritual shumë i rëndësishëm. Por Allahu thot te Allahu nuk arrin as mishi i kurbanit e as gjaku i kurbanit, por te Allahu arrin devotshmëria juaj. Sikurse Allahu dëshiron të na thot edhe te agjerimi, te Allahu nuk arrin agjerimi juaj nëse në brendsinë e agjerimit nuk ka devotshmëri nga ana juaj. Te Allahu nuk arrin rituali i namazit, nuk arrin falja e namazit nëse në brendësitë e namazit nuk kemi devotshmëri. Të nderuar vëllezër dhe ju të nderuara motra, devotshmëria ka një vlerë shumë të madhe në Islam. Aq e madhe saqë Allahu xhalla xhelaluhu në shumë ajete kuranore na flet për devotshmërinë. Dietarët dhe studiuesit e Kuranit thonë se fjala devotshmëri në Kur'an është përmendur mbi 200 herë. E kjo na tregon se devotshmëria zën një vend shumë të rëndësishëm në Islam. Një gjë tjetër që na tregon, një indikacion tjetër që na tregon për rëndësinë dhe vlerën e madhe të devotshmërisë është ajo se Allahu njerëzit i vlerëson sipas devotshmërisë dhe nuk i vlerëson sipas pasurisë, sipas ngjyrës, sipas pozitës që kanë. Allahu në Kur'anin famullar thot: inna akramakum indallahi atqakum. Më i dashuri te Allahu është ai i cili është më i devotshëm te ai. Pra te Allahu nuk bën dobi ti a je i bardh a je i zi, a je i kuq apo je i verdh, a ke pasuri apo je i varfër, a ke post apo nuk ke post, a je shqiptar apo je amerikan. Jo, ajo që ka rëndësi te Allahu i madhnueshëm është që ne të jemi të devotshëm. Pastaj rëndësi tjetër e devotshmërisë është ajo se kjo devotshmëria ka qenë porosia e Allahut dhe porosia e pejgamberit ton të dashur Muhamedit alayhis salam. Allahu në Kur'anin famullar thot: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Allahu thot porosia e Allahut për popujt që ishin para jush, por edhe për ju është që ju të jeni të devotshëm. Pra porosia e Allahut është që ne të arrijm gradën e devotshmërisë. Përveç kësaj, pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam në fund të jetës së tij ju ka thënë shokëve: "O ju njerëz, kush është i devotshëm ndaj Zotit, kush është i devotshëm ndaj Allahut, e fal namazin, e jep zakatin, e agjeron Ramazanin, e respekton udhëhecin e drejtë, do të hyjë në xhenetet e Allahut të madhnueshëm." Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës së tij na tregon neve dhe na jep një porosi shumë madhështore, ku na thotë që ne duhet të kemi devotshmëri dhe se kusht për të hyrë në xhenetet e Allahut është që ne të jemi të devotshëm. Dikush prej nesh duke biseduar dhe trajtuar temën e devotshmërisë mund të thotë: "Po ç'na duhet neve devotshmëria?" Nëse ne e vështrojmë Kur'anin famullar, do të shohim se devotshmëria ka ndikim shumë të madh në jetën tonë, në jetën e kësaj bote. Unë përmes kësaj ligjërate do të mundohem të përmendi vetëm 2 ndikime pozitive që i ka devotshmëria në jetën tonë. E para, njeriu përmes devotshmërisë
arrin që ta mbizotroj veten e tij dhe në çaste dhe momente jo të pëlqyeshme të arrit ta frenon vetveten. Ne, të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, jemi dëshmitar të vrasjeve të ndryshme që ndodhin në vendin tonë. E këto vrasje nuk ndodhin nga njerëzit që janë të devotshëm, por këto vrasje ndodhin nga njerëzit që në brendësinë e tyre janë jo të devotshëm. Nëse na e shohim një histori që Allahu na e ka përmendur në Kur'an, është historia e Habilit dhe Kabilit, dy djemve të Ademit alayhis salam. Kabili ka qenë vrasësi i parë në rrezullin toksor. Në historia njerëzore nuk njeh vrasës para Kabilit. Por pse Kabili ka bërë vrasje? Kabili ka bërë vrasje nga se ai, edhe pse ka qenë musliman, në brendësinë e tij nuk ka pasur devotshmërinë. Mirë, por Habilia nuk ka pas mundësi që ta vret vllaun e tij Kabilin? Po, mirë po, Habili, i cili ka qenë njeri i devotshëm, ka thënë: "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak." O vëllai im, o Kabil, nëse ti e ngrit dorën për të më vrarë mua, unë nuk do ta ngriti dorën time për të vrarë ty. Pra shifeni devotshmërinë e Habilit. Ka thonë: "Inni akhafullaha rabbal alamin." Ka thonë: "Unë i friksohem Zotit të botrave." Pra unë jam i devotshëm te Allahu. E ku njeriu është i devotshëm, ai në momente të papëlqyeshme din se si ta kontrollon vetveten e tij. Pra devotshmëria, siç e shohim nga ky aspekt, nga ky kënd, e shohim që devotshmëria është shumë e nevojshme posaçërisht në kohën tonë, në kohën kur njerëzit vriten, në kohën ku njerëzit përlahen me njëri tjetrin, në kohën ku njerëzit kanë mospajtime me njëri tjetrin. E kjo na jep neve për të kuptuar që Islami dhe devotshmëria janë zgjidhje për këtë problem. Pastaj ndikim tjetër pozitiv i devotshmërisë është ajo se Islami në Kur'anin, përmes Kur'anit famëlart, na tregon se nëse njeriu dëshiron të arrijë një jetë të qetë në këtë botë, patjetër duhet të kalon rreth devotshmërisë. Njerëzit për të arritur kënaqësi në këtë botë, për të arritur qetësi në këtë botë, përdorin metoda ndoshta edhe të ndaluara që Allahu i ndalon dhe pejgamberi alayhis salam ne ka ndaluar. Allahu kur na flet për gjetjen e lumturisë dhe për rehatin e jetës kësaj bote, Allahu në Kur'an thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Ai ose ajo e cila bën punë të mira duke qenë besimtar, duke qenë i devotshëm. Pra të jesh aty ku e përmendëm definicionin, të jesh aty ku Allahu të ka urdhëruar dhe të largohesh nga aty që Allahu të ka ndaluar. Pra çdo besimtar dhe besimtare e cila bën punë të mira, falanuhyiyannahum hayatan tayyiba, ne atyre do t'i japim një jetë të qetë. Të nderuar vëllezër dhe ju të nderuara motra, qetësia dhe rahatia e jetës së kësaj bote nuk qëndron në aspektin material. Po, aspekti material është shumë i rëndësishëm te ne. Mirë po, kënaqësia dhe rahatia në jetën e kësaj bote arrihet përmes devotshmërisë. Arrihet duke e ndëgjuar Allahun dhe duke e ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo na bën neve të kuptojmë se çdo kush i cili mundohet që kënaqësinë dhe rahatin e tij mundohet ta gjenë në gjëra që Allahu i ka ndaluar, unë ju këshilloj që mos të mundohet, pasha të madhin Zot. Devotshmëria është çelësi i lumturisë dhe rahatisë së jetës së kësaj bote. Unë lut Allahun që Allahu neve të na jep devotshmëri, e lut Allahun që në çdo të mirë të na afron, nga çdo e keq të na largon, e lut Allahun që Allahu të na jep një jetë të begatshme me bereqet dhe inshallah të vdesim me dëshminë, me shahadet, duke thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij. Xhamia Xhedit Isa Beu në Shkup është një pasuri e jashtëzakonshme kulturore dhe fetare që ka mbijetuar për shekuj me radhë. Ajo nuk është vetëm një vend i adhurimit, por edhe një dëshmi e rëndësishme historisë dhe trashëgimisë së qytetit të Shkupit, ndërsa ka kaluar përmes peripecive të ndryshme. Rindërtimi i saj ka forcuar lidhjen mes besimtarëve dhe historisë, duke e bërë atë një pikë referimi dhe një pasuri të çmuar për brezat që do të vinë.
Thank you.